Të nderuar të shikues, më përmendë mirëserdhët në një tjetër edicion të emisionit tonë Bashkimi Evropian dhe ne. Emisioni ka për qëllim ndjekjen e rrugës dhe zhvillimeve të fundit drejt integrimeve evropiane. Në një kohë kur vendi po përpiqet të gjejë balancën mes zhvillimit të brendshëm dhe përmbushjes së kritereve për anëtarësim në Bashkimin Evropian, në qendër të debatit publik janë dy shtylla themelore të zhvillimit, fondet dhe huat. Ato mund të nxisin rritjen, të përmirësojnë infrastrukturën dhe të ndihmojnë reformat, të zhvillojnë vendit, por mund të sjellin edhe rreziqe nëse menaxhohen pa transparencë apo pa vizion afatgjat. Kësaj teme i shtohet edhe një marrëveshje që ka zgjuar vëmendjen e opinionit publik, ajo mes Maqedonisë së Veriut dhe Britanisë së Madhe. Prandaj sonte do të flasim jo vetëm për këtë marrëveshje, por edhe shumë për fitimet të mundshme ekonomike, por edhe rreziqet të cilat na paraqiten nga marrëveshjet të tilla, nga huat e marra, por edhe për fitimet ndoshta. Në këtë drejtim do të flasim me ekspertin ekonomik, profesorin Gadaf Rexhepi nga Universiteti i Evropës Juglindore. Mirëseardhët në emisionin tonë. Gadaf, fillimisht do të doja të ndalem në marrëveshjen me Britaninë, e cila është mjaft e përfolur për këto, ishte kohën e fundit aktuale, për këto 6 miliardë të cilat i diskutojmë vazhdimisht dhe si do të vendoset. Cilat janë beneficionet të cilat do t'i merr shteti në aspekt ekonomik kur flasim, e mandej do të flasim edhe për ndoshta dhe rreziqet të cilat mund të na paraqiten. Okej, atëherë absolutisht mendoj që paka shumë opinion u largun nga kjo temë, po mendoj që ende ka shumë paqartësi rreth atij lloj se është paralajmëruar investim, është paralajmëruar sigur lloj kreditimi, tash ka dallime shumë madhe mes terminologjikisht mes dyjave si koncepte. Dhe po më besoj që me kohë të qartësohen, një ajo çka u tha deri sot është që dikon rreth 2 miliard euros që do të investon hekurudha dhe pjesërisht ishin në disa spitale. Në aspektin ekonomik, çdo hyrje parash, sidomos kur bëhet fjalë për deviza, është absolutisht shumë e mirëseardhë dhe është shumë pozitive në kontekst të ekonomisë, zonë sepse ka shumë multiplikator që do të ngjallen këtu, çdo investim, në kupton që shumë persona do të rritet kërkesa për shumë produkte dhe me atë absolutisht kemi edhe zhvillim ekonomik, që edhe besoj që ajo do të reflektohet. Por ajo çka është, nëse kur bëhet fjalë për kontrata bilaterale, përvojat flasin që zakonisht ato po janë me norma interesi më të ulta, po zakonisht kontratat bilaterale nënkuptojnë edhe dhe një kërkes ma specifike, që nënkupton të pozojmë duhet shpatjetër tjetë ka kompani nga ky shtet, apo nga kjo kompani, apo kjo organizat, që duhet kërkon shërbimi duhet miren. Ajo që u paralajmëru për këtë pjesë, rreth 2 miliard, ishte që një pjesë, do shta ma shumë se 50%, do t'jenë parat ose do të aktivizohen kompani organizata që është nga vetë ekonomia e Republikës Maqedonisë së Veriut, dorsa pjesa tjetër që është ndoshta përqindje duket pak, por ajo kur kemi parasysh vlerën, atëherë do të kemi konsiderat se po të fjalë për shumë mëdha, të cilat do të jenë nga jashtë. Tash njënën anë ndoshta marrim interes më të ulët, nga ana tjetër ndoshta mund të marrim edhe ofertë ndoshta edhe më të shtrejtë. Kështu që nuk mund paragjykoj, por gjithsesi janë ato elemente që do të shihen. Moment tjetër që është shumë i rëndësishëm është se ne deri sot nuk që kemi shumë përvoja të mira nëse analizojmë gjithë huamare deri sot. Janë paralajmëruar shumë huamare, kemi pas Shkupi 2014, kemi pas edhe shumë projekte tjera, por nuk është ajo që kanë dhënë dhe një efekt. Dhe asnjëherë ne nuk kemi pa dhe një analizë cost-benefit që quajmë ne, apo çofën benefitet nga këto kostot. Investimi do të jetë i mirë në rast që ajo përdoret për diçka që neve do të na arrit produktivitetin ose do të na ul kostot operative që i kemi. Për projektin shembull, ose mund të ketë edhe një vlerë. Supozojmë spitalet apo shkollat, gjithsesi nuk shifet vlera materiale për një herë, por mund të kenë vlera benefite tjera që me kohë do të vrejnë ata.
por nëse bëhet fjalë për Ekurudha apo kështu lloj projekte natyrës të tillë që pjesa më e madhe e këtyre 2 miliardë të shkojnë në këto investime, ne si qytetar mendoj që duhet na jepen më shumë të dhëna për atë cilët janë benefitet nga kjo. Çfarë cilët kosto ulen. Do të thënë, është një Ekurudh, por nga kjo Ekurudh kush shkurtohet koha, apo kjo kohë në vlerë monetare sa kushton, ne duhet ta dimë për sa e kthejmë këtë investim, sepse kur bëhet fjalë kur përdorim temën investim, ne duhet ta dimë për sa kthehet. Duhet kemi një ROI që e quajmë apo sa është kthyeshmëria e këtij investimit. Ne deri sot nuk është që unë kam arrit të shoh diçka të tillë, një analizë të tillë, që mendoj që është shumë e nevojshme, sidomos kur bëhet fjala për shumë të mëdha, do të them 6 miliardë është shumë e madhe. Një pjesë e saj nuk u tha, po ndoshta po supozoj nëse përdoret për shlyerjen e borxheve aktuale, kredive që i kemi aktuale, atëherë ajo gjithsesi mund të jetë pozitive, sepse mirët me interes më të ulët për të shlyer një obligim që është me interes më të lartë, sepse u morën gjatë kohës koronës, kur çmimi i paras në atë kohë ishte më i lartë se për aktualisht. Sa është e rëndësishme transparenca, pavarësisht që e përmendë si përfaqësisht, por duat pak të thellohemi në atë, mjaft qytetarët edhe nuk janë të informuar në lidhje me këto. E kishim huamarrjen hungareze, borxhin hungarez, i cili ishte mjaft i përfolur, dhe tani fokusohemi në një diçka tjetër. Por në thelb, sa lun rol transparenca në këtë drejtim, në zhvillimin ekonomik, por edhe në mirëqenien tonë qytetare? Nga ajo që si praktik shihet zakonisht kur janë kontratat bilaterale me shtetet e Unionit Evropian, transparenca është shumë e lartë. Por jo gjithmonë është kështu. Për shembull, kontratat që janë me shtetin e Kinës, Republikës Kinës, nuk është që është ashtu, do të thënë aty nuk mund të shohim edhe në detaje çka ka ndodhur. Si ka ndodhur edhe pse, do të thënë edhe ne si shtet, nëse zgaboj është diku rreth afër gjysmë miliard euro që i kemi huamarrë edhe nga Kina, për atë nuk kemi shumë informata. Ndërsa zakonisht për kontratat tjera bilaterale kemi informata. E tek në kredin hungarez edhe është sinqerisht për të habitur, sepse për atë kredi u diskutu shumë me një kohë gjatë, për kërë kredi shumë pak u diskutu dhe me njerë u prezentu. Duhet kemi parasysh se shtet ne jemi në, sepse ju cekët edhe rreziqet për shembull, cilët janë nga kjo. Thash në rast që përdoret për të ulë shpenzimet operative, atëherë gjithsesi në afat mesër, në afat gjatë, kjo do të jetë kthyeshme dhe do të jetë pozitive. Por ne duhet kemi parasysh se si shtet, do të thënë gjendemi në gjatë para koronës ishim në 50% parafërsisht, zakonisht lëviz, por është diku rreth 50% ishte borxhi publik në kontekst të brutoproduktit vendor. Tani është 60%, tash në vlerë monetare është parafërsisht diku rreth 9 miliard euro. Tash llogaritën ne marrim diku 6 miliard tjera ose 7 total që do të jenë, do thotë do të shkon 15-16 miliard euro. Edhe kjo, sipas nëse analizoj për llogaritin, parafërsisht duhet të jetë 80-90% do të arrijmë borxhi publik. Gjithsesi në supozo që brutoprodukti vendor do të rritet vitet e vetashëm, se nuk besoj që këta 6 miliard do t'i marrim për një herë, po deri me këste, por gjithsesi prap do të borxhi publik do të jetë shumë i lartë konform kësaj. Do të thonë vetëm që jetë më e qartë për dëgjuesit është se gjatë ne ishim 60%, vetëm 10% u rrit gjatë periudhës koronës, kur arritëm shumë programe të kemi ndryshme. Do të llogaritën në situatë ku ne relativisht, momentalisht, ekonomia relativisht stabile, jo stabile, po është relativisht stabile. Në këtë situatë ne shkojmë borxhin publik e rrisim shumë shpejt, edhe në shumë marramendse, që pra thash nëse nuk përdoret pjesërisht për të shlyer borxhi, atëherë kjo do jetë një rrezik i jashtëm. Statistikat deri tash tregojnë që ne brutoprodukti vendor është rrit parafërsisht 1 miliard e gjys, 1 miliard pikë 7 zakonisht në vit, që është për qenë ende të 60% që brutoprodukti vendor do të rritet në 4-5 vite të ardhshëm, sa do t'i marrim këta këste, do të rritet për dikun rreth 10 miliard euro, që të mund të rrimi prapë te kjo 60%. Do thënë janë disa çështje shumë të rrezikshme. Pse është rrezikshme? Se dikush do thotë, po ka shtete me borxhe edhe më të larta. Gjithta ulëtimet e dëshmojnë këtë, që shtetet cilët kanë borxh
në përqindje të borxhit më të lartë në kontekst në raport me bruto produkti vendor, kanë një lëvizje të ekonomisë më ngadalë, lëvizje shumë më ngadalë ekonomia, sepse keni parasysh shokët ekonomike, rreziqet që i shohim, që paraqiten ad hoc, ato ne gjithmonë du të kemi një fleksibilitet në buxhet që të mundemi në këto situata të reagojmë, siç ishte rasti i koronës, edhe kur je në pozicion kur ke 50%, shumë lehtë mundesh, nuk është tragjike të shkosh në 60. Por nëse ne bruto produkti vendor nuk rritet shumë dhe ne do ta kemi shkallën e borxhit ndaj bruto produktit, raportit bruto produktit vendor diku 80-90%, kjo nuk na lë shumë hapësirë ne për të reflektuar ndonjëherë ndaj krizave apo shokëve ekonomike që askush s'mund t'i parashikon me saktësi. Në bazë të kësaj që te ne nëse mund ta lexoj unë, do të thënë për disa vite do të jemi diku në 80% me një borxh publik të cilin do ta kemi. Në bazë të eksperiencës që ka pasur Maqedonia e Veriut të raste të tilla të ketë një borxh kaq të lartë publik deri më tani apo jo? Jo, nuk ka qenë deri sot jo. Ka qenë edhe më pak se 50%, nëse ju kujtohet, është 50% që llogaritet ajo kufiri psikologjik, por neve që kemi kaluar, unë nuk e shoh tragjike borxhet, derisa borxhet përdoren për investime që nënkuptojnë ulje të shpenzimeve në periudhë më afatgjate. Supozojmë se një banesë e ndryshon sistemin e nxemjes, edhe hin në një kredi për ndryshuar sistemin e nxemjes, sistemi i nxemjes do t'i sjellë reduktime të faturave mujore dhe thëna për 5 vite ai do të jetë në plus. Çdo gjë e tillë absolutisht e benefit. Por në rast që morëm këto paratë dhe humbëm për diçka që është ndoshta jo shumë e rëndësishme në atë moment, sepse keni parasysh qytetarët ballafaqohen ndoshta me disa milion euro, mund zgjidhen disa probleme që qytetarët ballafaqohen çdo ditë me ato probleme. Ndërsa këto investime unë nuk i paragjykoj, për ashtu du të shoh dhëna se sa janë të nevojshme, por janë diçka që shumë pak, një grup shumë i vogël i njerëz ballafaqohet me këtë situata, dhe nuk e besoj që ende janë prioritet, sepse unë mendoj që prioriteti i qytetarëve në Maqedoni janë, ndoshta edhe banale, po trotuarët të cilët nuk i kanë, që mundem me shumë pak para zgjidhen apo ku dish në shkollë, po flasim shkolla ku mungojnë plot shkolla, sidomos në Shkup, në pjesën ndoshta shqiptare më shumë, ku ende kemi shkolla me ka 2 ndryme, me ka 35 nxënëse në klasë. Ku nuk kemi qëndrime editore, nuk ka qëndrime editore, tash janë që mund të rregullohen me shumë më të vogla nga këto që përmendi tash. Fondet evropiane i kemi përmendur, të më thënë me vite të tëra, Maqedonia e Veriut është përfituese e fondeve evropiane, duke marrë parasysh edhe rrugtimin që ka nisë drejt Bashkimit Evropian, me gjitha pengesat të ngjecjet, por sido që tjetë në të shumtën e rasteve, si që përmendëm me rastet konkrete, nuk shohim investime konkrete, ndoshta edhe zhvillim pa e prekur aspektin politik. Por flasim për mirëqenjen e qytetarëve dhe në zhvillimin ekonomik. Kemi pas fonde të cilat kanë stimuluar kompanitë e vogla. Mirë po në anën tjetër shohim kompanitë të cilat hapen dhe mbyllen. Dhe nuk kemi në një zhvillim të bizneseve të vogla në atë nivel, ose bizneset e mesme. Si e sheh përdorimin apo thithjen e fondeve evropiane gjatë viteve, ndoshta edhe me një intensitet pak më të shtuar kohët e fundit? Absolutisht mendoj që Unioni Evropian përmes shumë projekteve që ka pas në fusha ndryshme, do të kisha veçuar shembull reformat politike, ekonomike, ku ka pas shumë reforma, ku ka pas shumë investime, përmendet edhe ju shumë programe edhe për bizneset e vogla, për femra, për shumë projekte ndryshme. Pastaj kapacitetet administrative, dhe aty ka pas shumë investime për kapacitetet administrative, që është një diçka që mendoj që shumë e nevojshme edhe në prioritet duhet jetë. Pastaj ka pas edhe gjithsesi në infrastrukturën që na rrethon. Janë shumë faktorë, unë mendoj që një ndër faktorët kryesor që
mos tjetë efekti maksimal, është edhe kapaciteti absorbues i shteteve. Do thënë, nëse i shef vlerat krahasime në rajonin, ne jemi, do thënë, shumë ma pak se rajoni. Do thënë, kjo është kryesisht për shkak se mrenda në strukturat në administratën publike dhe administratën shtetërore, kemi të bëjmë edhe pse kemi një numër shumë të madh të punësueshmësh, prap kapaciteti absorbues është shumë më i vogël krahasim me këta vende që na rrethojnë. Dhe mendoj se këtu qëndron ajo pika. Do thënë, disa nga projektet e Unionit Evropian, nga besa unë kam njohuri, jepën si lloj prioritete. Do thënë, strategjia e Unionit Evropian është jashtëzakonisht shumë e mirë, sepse ata shkojnë në kuptimin që vetë institucioni du të jep sugjerim se çka ka nevojë. Edhe këtu ne, do thënë, si duket, nuk e kemi arrit, nuk mund të them që kemi dështu, sepse besoj që efektet ka qenë shumë të mira, por nuk është arrit ai efekti maksimal, është për shkak se ne kemi tregu atyre çka janë prioritet, sepse ata nuk mund ta dinë në rrjetet televizorin e Republikës Maqedonisë çka ka nevojë ky institucion. Po ky institucion aplikon me ide, aplikon me nevojë, dhe pastaj këto fonde i jepën këtij institucioni për të pas thëna efekt. Tash, pse nuk janë dhënë ato cilët, pse nuk janë bërë kërkesa për projekte që realisht kemi nevojë dhe do të kenë impakt, nuk do të mund të hyj, por gjithsesi nga raportet e Unionit Evropian, cekët që është faktori numër 1 është korrupsioni, gjithsesi edhe e dyta është kapaciteti absorbues i vetë administratave gjithë institucioneve. Këtu nuk do të kisha veçu 1-2 institucion. Këtu janë ato pikat kryesore, do thëmë pse ne nuk po arrim të kemi ato efektet maksimale. Edhe shumë bukur e cekët rastin që shumë projekte, do thënë këtu edhe në një intervistë që kishim para me një institucion tjetër para disa kohë, ishte gjithët konkluzioni final ishte se do thënë në Maqedoni, do thënë shumica e projekteve që fillojnë kanë problemin e qëndrueshmërisë, sepse shumica e projekteve zgjasin derisa ka fonde të gatshme. Në momentin që përfundojnë këto fonde, më njëherë fillojmë, do thotë, ai projekt fillon ose mbyllet më njëherë ose në kohë shumë të shkurtër mbyllet. Janë tash shumë faktorë, nuk du tash të paragjikoj shumë, tash nuk du të jem jo korrekt edhe pse kam mendimin tim që unë mendoj që është numër 1. Ka të bëjë edhe me mentalitetin tonë që zakonisht nuk e shohim rëndësinë pesha e një projektit, edhe nuk im sepse për shembull për cekë universitetin ku vi unë. Universiteti ku vi unë është një ashtu projekt, do të thënë ku ka qenë Unioni Evropian bashkë me SBA-t, edhe ai projekt do thot është finansu disa vite dhe pastaj është ndërprer financimi me idenë që ky i universitet ose ky institucion vetë finansohet në të ardhmen dhe ky universitet sot mbijeton në Maqedoni dhe mendoj që është shumë i suksesshëm. Do thonë kjo është ajo që është një rast se çka është ideja e projekteve të Unionit Evropian. Ktu është ideja, themelodi çka zhvillohet dhe pastaj të lihet që ajo të noton vetë. Kishim edhe tani derisa po diskutonim, pash edhe një promovimin e këtyre projekteve të vogla për të rinj, të cilët kanë ide që mund t'i mbështesë Ministria e Ekonomisë, Agjencioni për Punësim dhe me sa e di është një projekt i ndërthurur edhe me UNDP në mbështetje të tyre me vite të tëra. Të rinj përfitojnë nga rastet e tilla, por sa kanë informacion, pasi që ke kontakte direkte me ata, sa kanë informacione rreth thithjes fondeve të caktuara, kanë ide inovative, apo mendimi i tyre është se duhet të dalin jashtë këtij vendi dhe mos qëndrojnë këtu? Fatkeqësisht është pjesërisht edhe ajo. Unë mund të them që kam një përshtypje, gjithsesi që ky trend dal nga dal, sikur ka pak zbehet, po nuk është absolutisht shumica e njerëzve fatkeqësisht ende e kanë ato dëshira, por ideja e qeverisë për dhënë thëna fonde diku 10.000 euro nëse s'gaboj ishin deri në moshën 27 dhe mbi 27 7.000 euro. Absolutisht është për të përshëndet, çdo iniciativë e tillë është për të përshëndet, por për apo flasim, ato duhet mendohen mirë, duhet të jepen, unë nuk isha kufizuar 10.000 euro, 7.000 euro, sepse 10.000 euro, 7.000 euro nuk janë edhe të mjaftueshme
për të filluar dhe një biznes pak ma serios, dhe një start-up pak ma serios, por sikur shumë të shka po bëhet vetëm për të pas. Nuk mendoj se duhet jemi ashtu, është ma mirë të kemi ma pak projekte, por ato projekte që janë vërtet të kenë impact, të shofin sa mund punë, gjeneron punësim a event, ajo start-up i ri që jepet. Aja që ka me shumë përgjithësi e thëmë, duke qenë kontakt shumë shpesh me të rritë, çdo ditë them, është që shumë të ri kanë shumë ide, edhe kanë shumë potencial. Edhe fatkeqësisht ato disa shkojnë atë potencial e dëshmojnë dikun tjetër, jo këtu, por unë mendoj se nëse jepen kësaj lloj fondësh, do thonë, por t'jepen thash në shumë pak më të mëdha, sepse 10.000 euro nuk është e mjaftueshme, 7.000 euro nuk është pak e mjaftueshme, se keni parasysh edhe 10.000 euro ose 7.000 euro, ai që i merr ato para, ai ka aty në mes kërkesave, është i 5 vite apo 4 vite, nuk jam i sigurt, ai nuk do të punon askund, do thonë do të rrihet ta ketë kompani çash. Janë shumë të vogla ata për të fillu, edhe plus me kritere pak ma koncize edhe me një qasje pak ma, do shta pak ma shumë risk me marrë tek këta të rritë, me besu ma shumë në ide të tyre, se jo gjithë ide do që jep rezultat gjithësësi, por krijon ekipe, krijon grupe që vërtet do të analizojnë, jo pa kufi, jo sa duhet, por absolutisht të kenë kriterje shumë të qarta. Diçka të tillë kishte, por siç e ceka, fatkeqësisht, do të thonë, ai institucion u mbyll edhe u akuzu për dyshime për korrupsion. Për keqpërdorime ashtu. Kështu që këtu e kam brengën, do ta ndryshojmë patjetër mentalitetin ton që do të kuptojmë rëndësinë e çdo projekti të vogël. Do të ai projekt nesër mund të jetë shumë domethënës për ekonominë tonë. Që në Kosovë ke disa kompani, start-up, cilët arrin të bëjnë thotë revolucion edhe në përballë. Unë besoj që ata do rriten shumë me përmasa shumë më mëdha. Me fonde shumë më pak se ne, do të thonë me programe shumë më pak se ne. Do të thonë nuk është gjithmonë vetëm te fondi. Nuk kanë nevojë vetëm për para, kanë nevojë për përkraje, kanë nevojë për networking që bëhet. Ama nëse bëhet gjithçka vetëm për të pas, nuk mendoj që do të kemi rezultat. Këtu kur përmende pjesën isha duke menduar shumë gjëra të cilat janë të dobishme për qytetarët të flasim tani, por unë përsëri kam edhe çështjet pak më të mëdha të cilat dua të diskutoj në këtë drejtim. Të doja pak të ndalemi tek cilat janë përfitimet tona si qytetar, për mirëqenien tonë, kur flasim për antarësimin në Bashkimin Evropian. Se kemi bërë një tabu temë antarësimin në Bashkimin Evropian, por në aspektin ekonomik, nëse fokusohemi pak më shumë, kemi përfitime mjaft të mëdha, apo jo? Absolutisht. Ne vetëm ndihma që deri sot i kemi marrë janë sado që i thamë, ne në krahasim me rajonin jemi më pak, por ato janë prapë shumë të larta. Do të thonë ne kemi dikun, se s'ka bajt deri sot që kemi pranuar dikun 600 deri 700 milion euro. Ato janë shumë të mëdha. Fatkeqësisht thash për shkak kapacitetit absorbues që nuk e kemi arritur sepse parashikimi ka qenë mbi 1 miliard euro, do të thonë dikun 60% jemi të 60-70% kështu ka lëviz shfrytëzimi i këtyre fondeve. Benefitet janë të shumta, do të thonë nuk do tash të flas përsëritë më shumë të tjerë që i kanë cek, por do referona një ulumtimi që ishte vitin e kaluar, cilët bën projekcione, do të thonë bën projekcione sikur rajoni të ishte në EU, çfarë do të kishte qenë përfitimi në aspekt të zhvillimit ekonomik. Maqedonia del që të jetë me përfitimin më të lartë, do të thonë ekonomik, krahasim me rajonin, që kjo flet do të thonë se sa ne nuk e shfrytëzojmë potencialin, diku 1.3% do ketë në bazë vjetore zhvillim më të shumë se atë që e kemi, që është thonë duket 1.3% pak, por është bëhet fjalë për shumë të larta. Pastaj në aspektin ekonomik, më shumë të benefit mund të jetë në eksport, do thonë pritet të jetë në eksport. Parashikimet po flasim me një metodologji shumë të mirë, do thonë gravity method ashtu e quajnë. Përmes asaj metodologjie vret që do thonë ne do të kemi dikon rreth 15% eksport më shumë çdo vit nga ajo që kemi sot, sikur të ishim të antarët të EU-s.
Në aspektin negativ çka do të ishte, e vetmja moment negativ do të ishte është shumë simbolik, do thotë pritet atëherë të jetë vetëm rritja e çmimeve mesatarisht, po flasim për 0.5%, që është shumë e vogël krahasim me benefitet që i kemi nëse në rast që do të ishim antarësu. Mendoj tjerat benefite që të gjithë i kanë dëgjuar, besoj që janë gjithashtu shumë të rastishme, por këtu flet për mundësinë. Gjithashtu, unë personalisht që ka e shoh është edhe vetë ligjet, regulativat, procedurat që harmonizohen, që ato janë të orientuar në drejt, sepse ato do të bëjnë shumë bizneset, sepse bizneset përmes atyre rregulloreve fatikisht do të kuptojnë, ajo do të jetë sikur një coaching, një konsultim me i tregu organizatave se si duhet strukturohen, se si duhet të organizohen, dhe si duhet qasen absolutisht tregut në çfarë do që janë mirë, me çfarë do që aktivitetet që i bëjnë. Përmendëm pjesën e asaj se kemi pas fonde, të cilat ndoshta nuk janë kanalizuar mirë. Në këtë drejtim, a na mungon ekspertiza, na mungojnë ekspert në vend, mungon vullnet për të realizuar reforma, apo nuk kemi kapacitet, do të thënë njerëzor, apo resurse njerëzore ta? Të dyjat, por edhe një element tjetër, ne jemi shtet edhe i vogël, edhe me territori i vogël, si për shembull për krahasim, Serbia nëse zgaboj është mbi 8 miliard euro, Shqipëria është mbi 3 miliard euro, por ne jemi parafërsisht me shtetet Kosova, Malizi, Maqedonia, parafërsisht atu jemi, por do të thonë bëhet fjalë edhe ndoshta edhe për territore më të vogla, për projekte më të vogla të por numër 1, absolutisht numër 1 është kapaciteti absorbues, ekspertiza që nuk e kemi këtu. Do të thonë duhet shumë të investohet edhe për atë edhe me këto 6 miliard euro, unë shpresoj që qeveria një pjesë fondeve ndanë edhe për krimin e këtyre lloj ekspertiza që janë ekspertiza shumë specifike, do thotë që dojnë kohë për të mësu, është avantazh shumë i madh ne të gjejmë mënyra se si këta njerëz të kyçen në projekte, të japin benefite edhe tjera, do thonë edhe ndoshta që edhe financiare për çepjes së atyre, sepse nuk mund të presim një rrogë mesatare të angazhojmë ekspertët më të mirë, sepse ato nuk do të jetë shumë vështirë për të tërheq për të punuar në ato vende pune, sepse këto 15-20 vitet e fundit ne e kemi vrej që administrata shtetërore, administrata publike, fillimisht ishte një vend shumë i dëshiruar i punës, por më vonë u kuptua që absolutisht është një gabim shumë i madh, edhe njerëzit e kuptuan që progresi shumë ngadalë ec, lëvizja e tyrave ka lëviz shumë ngadalë, tash ne nuk mund të presim edhe të krijohen ekspertizat ata që të krijohen ekspert. Unë nga përvoja në institucioneve që kanë bashkëpunoj, kam pa që ata ekspertët thëna më të mirë e kanë lënë vendin e punës, janë largu pres momenti që ka krijuar ekspertizë, është largu që ta shohësh gjithsesi këtu ka edhe pjesën etike, por njerëzit gjithmonë e zgjedhin, ndoshta shpesh e zgjedhin atë çka më mirë për ata në atë moment. Prandaj edhe përmenda mirëqenjen në bazë të asaj që punon nga TAF. Ndoshta po dalë edhe jashtë aspektit vetëm ekonomik, kështu si profesor t'ju konsultoj, por për shembull prodhimet vendore në vend. Jo dhe kohëve të fundit sikur edhe kanë humbur, do të thënë i kemi pak më të vogla, kur përmende eksportin jashtë vendit dhe përfitimet të cilat mund t'i kemi. A parashihet diçka të punohet në këtë drejtim pasi që nuk shohim fonde ka mjaft, tipa fondet në bujqësi, por jo edhe shumë të shfrytzueshme. Si që ndron përqindja në aspekt ekonomik në këtë drejtim? Kështu do thotë USAID kur Bobeli pasi që i mbyllën, dole me një deklarat dhe thanë që dikun nga fondet që i kemi dhanë, vetëm 20% ka shku atje ku e kemi para pa. Do të 80% e fondeve janë zhduk në rrugë. Shpesh ndodhe dhe kështu në shumicën e projekteve që pjesa më e madhe e fondeve zhdukët nuk arrin efektin cilët e ka. Njëjtë edhe ne si qeveri, viteve kalume, do thonë në shumicën e subvencioneve ndryshme që e kemi pas për bujqësi, kanë qenë, do të thonë, ndoshta jo mirë planifikuar. Preferojmë edhe ekspertëve që janë bujqësisë kryesisht, jo vetëm të ekonomisë,
cilët shpesh janë referu, për shembull, është dhënë të na subvencion në dru, nuk ka dhënë në fruta, në produkt. Do thënë, në ekonomi ne përdorim, ndoshta nuk du të bëhem banal, po fjalën produktivitet, sepse ne vlerësojmë produktivitetin. Do thënë, gjithkush vlerësohet në bazë të asaj çka jep rezultat, jo në bazë asaj sa ka punu, se është angazhu, ajo është çështje individuale. Ne vlerësojmë produktivitetin. Thonë edhe subvencionet, edhe gjitha projektet edhe duhet të jepen vetëm për të marrë efekt. E nisëm edhe diskutimin me Hekurudhën ku thamë ne duhet të shohim sa është efekti, sa është benefiti. Edhe subvencionet në bujqësi duhet të jepen për efekt. Supozojmë në kilogram arë, jo në dru të arës. Në kilogram lejthia, jo në dru lejthis. Do thënë, sikur që është të qumshtin, se zgaboja që është në liter qumsht. Do thënë, këtu janë ato elementi që ne do t'i kemi parasysh, sepse Unioni Evropian, dhe kjo është një arsye pse ne do të shkojmë më shpejt afër Unionit Evropian, sepse Unioni Evropian ka shumë programe që stimulon bujqësinë, sepse në gjatë koronës atë që e pa ma që ekonomit mbyllen, kur vinë momente që edhe ekonomia e ty i rrezikohet, ata mbyllen. Do në Unioni Evropian është një, ama kur u bë korona u bënën çdo kush u bë vetë. Do thot as Gjermania nuk është i jep këto produkte Austrisë, as Austria nuk i jep Slovenisë, edhe pse janë, do thënë, kishin programe ndihmë, por e ruishin çdo kush ekonominë e tij. Kështu që për atë ne do të kuptojmë që çdo kush, sepse ne jetojmë në gjithmonë në panjoftura, dhe çdo herë ekzistojnë rreziqe për situata të jashtëzakonshme. Dhe këto situata të jashtëzakonshme, përveç situata stabile, ku na duhet për të kemi çmime më të lira, produkte më të mira, produkte më shumë kontroll, ja për shembull tash inspektorati apo ka mbyll mishrat për X shteteve që vinë, sepse janë dyshimta, do thotë, dhe pse ne mos t'i kemi ato këtu, kur kemi tokë mjaftueshëm, e dim që Maqedonia ka qenë eksportues shumë i madh i produkteve të mishit, sidomos të qingjeve, nëse s'gaboj, edhe sot shembull ne duhet të importojmë produkte të tilla. Thotë absolutisht subvencionet duhet shtohen, duhet rriten, por duhet rriten në produkt. Do thonë në produktivitetin të arrisim, në kuptimin që në litër qumsht rritet më shumë, në produkt rritet më shumë, edhe që krijon kushte, për shembull, ja përmena qumshtin, është absurde ajo çka ndodh te qumshti, por sepse blegtorët paguhen shumë pak, edhe nga vetë tregtarët, por duhet shifet ku është problemi. Duhet shifet ndoshta të krijohet nga shteti një fabrik për t'ju mundsu këtyre qytetarëve të përpunojnë qumshtin nga produkte edhe kushtet janë pak më delikate. Absolutisht, do të ka shumë hapësira që ne mund të krijojmë atyre çka kanë ato nevojë, sepse bujqësinë pa çfarë do të arrisim. Do thotë tash korona ishte një dëshmi, një moment më i rëndësishëm që këto 30-40 vite që kemi pa për të kuptuar rëndësinë edhe peshën e pasjes produkteve vetanake bazike për çdo ekonomi. Krahas edukimit mediatik, i cili është më së i nevojshëm për shoqërinë tonë, edukimin ekonomik, edukimin në të gjitha sferat për qytetarët, të cilën duhet ta shpërndajnë. Në këtë drejtim, krahas mediave, edhe universitetet luajnë një rol kyç në shpërndarjen e të them informatave të caktuara në lidhje me këto. Sa universiteti juaj apo universitetet me cilat bashkëpunoni keni programe të tilla të cilat i mundsojnë studentëve që të shohin një përvojë tjetër, që të hapin, sa janë universitetet tona katalizator, të gjithë këtyre procesave? Absolutisht, unë mendoj që bara është kryesisht e vetë profesorëve universitar, sepse profesori universitar dallon nga nivelet tjera të arsimit, ku profesorët në gjithë botën, domethënë, janë njerëz që krijojnë dije. Domethënë, nuk është vetëm që japin dije, po krijojnë dije të reja. Domethënë, ndërsa arsimi fillor, arsimi i mesëm, kryesisht e shpjegon dije që është ekzistuese, ne duhet krijojmë dije dhe duhet japim dije. Dhe sa më shumë kyçe për çdo profesorit ose olimtuesit në projekte që janë aplikative, që janë ai atë përvojë pastaj mund ta nxjerrë te student. Kyçja studentëve sa më herët në këtë lloj projekte, në këtë lloj analiza reale, absolutisht mendoj që mundet në dukshëm ta ngrit edhe vetdijen për problemet ekonomike. Unë mendoj që mjaft profesorë bëjnë gjë të tillë, po absolutisht tu ka mundësi për më shumë. Ajo që të kisha veçuar ishte interesante që në universitetin ton, studentët ton kanë bërë kërkesë këtë vit për t'ju ofruar në LAN që quhet
personal finance, dukur financat familjare, ta që kështu. Do thënë për të mësu se si të menaxhon financat familjare, që është një, do thënë, atë në kontekst të pyetjes që u shumë interesante, që vetë edhe studentët si duket kanë ngrit vetdije që edhe ata dëshirojnë pak më shumë dim përveç problemeve dhe makroekonomike, të shtetit aso të organizatave, po si të menaxhon edhe vetë financat e tyre, si mund, çfarë janë mundësitë për investime, ku janë përfitimet e investimeve, që flet për një vetdije shumë më të lartë dhe absolutisht mendoj që edhe pyetja juve është në kontekst bashkë kësaj vetdije. Na e hap edhe një temë tjetër të cilën do ta kishim diskutuar në radhë tjera, shpresoj, dhe kur fillon të realizohet është mjaft e rëndësishme. Unë dua të kaloj pak tek Banka Popullore dhe je pjesë e bordit drejtues të Bankës Popullore. Na thuaj pak për qytetarët rolin e Bankës Popullore në zhvillimin ekonomik të vendit, por gjithashtu edhe në procesin eurointegrues, pasi që ka një rol të rëndësishëm në këtë drejtim. Absolutisht. Banka Qendrore mendoj që është institucioni, një ndër institucionet, po ndoshta institucioni më relevant në aspektin ekonomik, që kryesisht kujdeset për stabilitetin e çmimeve dhe sistemit bankar, do të thonë në përgjithësi. Mendoj që roli i Bankës Qendrore u pa gjatë periudhës kësaj krize që kishim ekonomike dhe financiare, që të thotë periudhën e koronës, ka pas edhe kriza tjera, do të thonë për gjatë kësaj periudhe u vret shumë, sepse sa është rëndësishme reagimi në kohë i Bankës Qendrore, sepse është vetëm institucion që mund ta stabilizon ekonominë edhe mund do të thonë realisht paratë që i kemi në xhepin ton, nëse Banka Qendrore nuk din të manevron mirë, mund të ne ul vlerën. Do thonë ne mund të kemi sa dush para, ne mund t'ja ulim vlerën. Mund të, nëse nuk menaxhon mirë Banka Qendrore vetë organizata, do të thonë fitimet e tyre planifikume që i kanë pas, supozojmë 7-8% marsh, që i ka planifikuar në fund të vitit ajo ti ulët ose edhe ndoshta të shkon në minus. Për atë arsye, Banka Qendrore e Republikës së Maqedonisë veriore unë mendoj që ka të dëshmu këta vite një ekspertizë të jashtëzakonisht shumë të mirë, një qetësi fillimisht, edhe mendoj që arritëm që targetet tona që i kishim kryesisht me pjesën e inflacionit, sepse për ata jo ekonomistët do ta dinë se inflacioni nuk është problemi kryesor për të ngulfat, por është çështja duhet gjesh një mekanizëm që inflacioni kur ngulfatet mos ndalet zhvillimi ekonomik. Këto duhet dyja kur ti vendosh një paraspes është shumë e vështirë se si do të reagojnë, se jo gjithmonë edhe qytetarët reagojnë njëjtë, sepse ne bëhet fjalë për një ekonomi për 2 milion banorë, se çdo lëvizje duhet të jetë e baraspeshme. Në kontekst të integrimit në EU, mendoj se dhe Banka Qendrore përmes projekteve që veta që i ka, e fundit ishte SEPA, ku ne i bëm antare SEPA-s dhe me këtë faktikisht i kemi parafërsisht të njëjtat kushte sikur që i kanë antarët e pilotat të Unionit Evropian. Banka Qendrore më thënë me shumë përgjegjësi që mbi 90% e ligjeve të Bankës Qendrore janë harmonizuar me kërkesat e Unionit Evropian ose Bankës Qendrore Evropiane në këtë rastin tonë. Dhe absolutisht besoj që këto, gjithsesi edhe këto parafrime të ligjeve na kanë ndihmuar ne si institucion dhe besoj që çdo institucion tjetër se ka më herët do t'i ndihmojnë në menaxhim edhe më efikas, edhe më prudent të këtë pjesës operative që kanë. Kur përmende SEPA-n, ishte një nga hapet e fundit, ndoshta në mars të vitit 2025, me aq sa kam informacione, cilat janë lehtësimet të cilat i presim ne si qytetarë apo si vend, cilat janë përfitimet nga antarësimi në SEPA? Ne jemi antare SEPA-s, do të thonë për të fillu, për të implementu, vetëm se është fillu, disa do të thonë tash banka duhet të harmonizojnë soferet e tyre, programet e tyre, edhe regulativën e tyre, konform kësaj që ne i kemi kryu, do të thonë si Bankë Qendrore, dhe obligimi jonë ka qenë që kryejmë para kushtet. Benefitit janë të shumta, do të thonë, por që qenë më qartë, do të thonë është transakcionet që janë bërë deri tash, do të jenë shumë të lira edhe shumë të shpejta. Dhe ato do të jenë meta sekondave
dhe thonë me na 10 sekundave që diçka që është dish pritet shumë ma gjatë, edhe pagesa do të jetë tash nuk do të shpekuloj për shumën, por ajo do jetë drastikisht më e ulët nga ajo që paguajnë tash. Ne e dim sa është rëndësishme për shumë mërkrimtar ose bashkëqytetarë tonë që jetojnë në Perëndim, edhe plus plot ne kemi edhe shumë të ri, që është gjë shumë pozitive, është trend shumë pozitiv, unë shumë e përshëndes, edhe dëshiroj që sa ma shumë të rikyqen në këto projekte, duhet punojnë nga Maqonia, punojnë për vendet uja, dhe këtu në mendoj se ndoshta është një ndër faktorët që e zbut pak largimin e trive, është edhe ky faktor që shumë të rinj kanë filluar të punojnë në projekte, punojnë nga Maqonia, shkojnë ko pas ko janë ndoshta në vendet ku janë të angazhuar, po pjesën më të madhe të kohës e kalojnë këtu. Dhe këtu është vërtet trend edhe në sa më madh. Kështu që kjo do të ndihmon edhe këtyre personave që absolutisht ta kenë sa më lehtë. Do ne jemi pas tetorit do të jemi, është një sikur të jesh qytetari i Gjermanisë, sikur qytetari i Maqonisë, do të ketë njëjta benefite në pagesat ndërkombëtare. Unë do të kisha edhe shumë pyetje për të parashtruar, por nuk na premtojnë minutat. Unë falenderoj përzemërsisht që ishe pjesë e këtij emisioni dhe ndave me neve shumë informacione të rëndësishme për qytetarët tanë në lidhje me përfitimet ekonomike, por edhe me shembuj praktik. Të faleminderit Kalla. Faleminderit për ftesën. Të nderuar të shikues, këtu përmbyllim këtë emision Bashkimi Evropian dhe ne takohemi sërish javën e ardhshme në të njëjtin termin. Mirëmbëngjes.